jemi me Fationën qytetarët të tankohet që kolonat e gjata në Veternik kërkojnë një rreth-rrotullim në një vend specifik të Veternikut. Do të shohim se ku është saktësisht ky vend, do të na tregoj Fationa. Përshëndetje Fationa, mirëmëngjesi, linja për ty. Përshëndetje Arben për ty dhe për të gjithë shikuesit e Kanal 10. Jemi këtu në fakt po i lajmërohemi nga Veterniku, nga një udhkryq që të lidhë me Gjilanin, Prishtinën dhe me Hajvalin. Në lidhje me këtë udhkryq në fakt kemi pranuar ankesa nga qytetarët për shkak se bën kolona të gjata dhe në vazhdimsi ka ankesa, ka konflikt mes vozësve pasi që nuk dihet se kush ka përparësi kalimi. Mund të shohim në pamje në fakt se përveç që rruga është e dëmtuar, vozësit po shfrytëzojnë edhe trotuarin si shërit kalimi. Bazuar në fakt në të njëjtat ankesa që kanë ardhur në redaksi, Komuna e Prishtinës ka pasur një projekt sipas ankesave, një projekt të mirë, projekt që përfshin rregullimin e një rreth-rrotullimi, mirë po sipas tyre një gjë të tillë nuk e ka lejuar Ministria e Infrastrukturës. Po në fakt kjo është rrugë magjistrale, rruga magjistrale Prishtinë-Gjilan, është në përgjegjësi të Ministrisë së Infrastrukturës, pjesa deri aty tek petrolli është bërë pikërisht nga Ministria e Infrastrukturës. Rruga në Ekibe Kelmendi që çon tek Pallati i Drejtësisë, rruga pra që po e shihni Majtas aty ku po kthehet tash ky kamioni i madh, është në kuadër të Komunës së Prishtinës dhe kanë bërë më në fund e kanë shtruar këtë rrugë, është bërë mirë, është rrugë e shtruar para disa muajsh me disa korsi edhe me hapësirat e tjera. Çfarë ka mbetur miqësh? Ka mbetur kjo pjesa e rrugës magjistrale me gropa, pa rreth-rrotullim, edhe shumë e komplikuar me që janë realisht përveç rrugës kryesore me dy korsi, janë edhe dy rruga anësore nga njëra anë dhe dy rruga anësore tjera nga ana e djathtë, natyrisht dy rrugët anësore nga ana e majt, nëse jemi duke shkuar në drejtim Gjilanit, kanë shumë më shumë qarkullim se sa këto që janë nga ana e djathtë, por sidoqoftë janë 4 rrugë anësore që derdhen në këtë rrugën kryesore dhe këtu, sipas të gjitha rregullave, rreth-rrotullimi bëhet i domosdoshëm, bëhet tepër i nevojshëm. Sepse nuk është bërë, pse nuk është bërë, nuk e kam idenë, do të provoj pak më vonë